Është nder nga jeta në mënyrë të parakohshme 28 vjeçarja Joana Qyli, vajzë e 2 prindërve korçar, prej vitesh emigrant në Greqi, e cila me punën dhe përkushtimin e saj arriti të bëhej pjesë e Parlamentit Evropian, ku edhe punonte prej disa vitesh. Joana Qyli ka qenë gjithmonë në kërkim të aftësive të reja, gjuhëve dhe njohurive kulturore. Ajo ka mbaruar studimet për shkenca politike në Selanik dhe më pas masterin për administratë publike në Holland. Ajo ka punuar edhe si asistente administrative në Konsullatën e Përgjithshme të Shqipërisë në Selanik dhe si asistente kërkimi në Universitetin e Leidenit në Holland. Ajo e donte fort vendin e saj të origjinës, Korçën, të cilën e vizitonte shpesh. Joana ishte një vajzë e re, plot ëndra e dëshira, shumë prej të cilave nuk arriti t'i realizonte për shkak të një sëmundje të rëndë, e cila e ndau para kohe nga jeta. Stafi RTSH Korçës i shpreh ngushëllime të sinqerta familjes, të dashurve e miqve të Joanës për këtë humbje të dhimbshme.